Klubi basketbollit Gjakova ka humbur mbrëm në palestrën e sportit Shaninushi në Gjakov kundër Megasportit me rezultat 68-71. Kjo ndeshje është zhvilluar në kuadër të finaleve që janë në inkuadrim nga Liga e dytë në ligën e parë. Klubi mysafir filloi ndeshjen me mirë se vendasit, duke dominuar në çerkun e parë, i cili përfundoi me rezultat 13-22 për Megasport. Edhe çereku i dytë i takoi Prizrenasve, të cilët ishin shumë të saktë dhe fituan me rezultat 16-12, e rezultati i pjesës së parë ishte 25-38 për Megasport. Gjakovarët në çerekun e tretë bën lojë më të mirë me mbrojtje të fortë dhe gjuajtje precize, duke fituar këtë çerek me rezultat 24-14, e rezultati i përgjithshëm në tabel i takonte Megasportit 52-49. Çereku i katërt ishte më i baraspeshuar, ku të dyja ekipet shënuan nga 19 pikë, por rezultati përfundimtar ishte Gjakova 68, Megasport 71. Kapiteni i Megasportit tha se këtë lojë ndikoi komponimi i skuadrës. Këtë takim kam vendosur mbrojtja e fortë e jonë, sidomos mbrojtja zonale që e kthy me dy çerek tjerë, me ngarkimin me faullat qendrave tona, atëherë u detyruam me luajtë zonë dy çerek tjerë. Se kena pas plan, kena përgatit lojën më ndryshe, po që me bo faullat, kështu që u dësht më këthy në zonë dhe kena luftu gjithë si ekip dhe në fund. E trajneri i KB Gjakova, Hektor Grezda, tha se kanë ndikuar gjujtjet për 3 pikë që ishin të shumta dhe të pasakta. Kundërshtoj lujke zonë. Ne kem 3 lojtarë të mirë që të shëtojnë 3 pikë, dështu në 3. Kështu që kjo është ajo pse na hupëm lojën. Po, basketbolli, këto e ka, dikush fiton, dikush hup. Çka pretin lojën? Lojën gëzishëm për zënë, du të mjapë ma tepër, sidomos mbrojtjes. Mbrojtje katastrofë kësët. Ndërkast loja e kthimit do të luhet në Prizren, ku ekipi me 2 fitore kualifikohet në ligën e parë.